Partitë politike ndezin sot motorët e fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, një muaj ethesh elektorale, mes kampeve që garojnë për pushtet dhe atyre që kërkojnë të thyen binomin PS-PD për herë të parë që pas pluralizmit në Shqipëri. Socialistët dhe kryeministri Rama do të kërkojnë mandatin e 4 pas 12 vitesh qeverisje me sloganin e tyre Shqipëria 2030 në be, kurse demokratët për të rikthyer aty ku e lanë në 2013 pas një lufte të gjatë të brendshme politike gati civile dhe me disa fraksione tashmë që garojnë të ndara për mandate deputetësh. Një muaj fushat që parashikon një agjendë të ngjeshur takimesh elektorale në të 12 qarqet e vendit për 140 mandatet e kuvendit, ku çdo forcë apo koalicion sipas formulës së re elektorale ka 186 kandidat për deputet, ku 46 janë nga lista e mbyllur dhe 140 nga lista e hapur. Partia Demokratike dhe koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore e çelë para fushatën me sloganin për Shqipërinë Madhështore në sheshin Nën Tereza, ndërsa Partia Socialiste fushatën e hap zyrtarisht në 12 prill në orën 12, simbolik që lidhet me 12 yjet në flamurin e Bashkimit Evropian, destinacion që socialistët e kanë premtim kryesor. Fushatën më 12 prill, një orë para socialistëve, do e çelë dhe Lulzim Basha, që në këto zgjedhje hyn në logon e koalicionit Euro-Atlantik.